Përshëndetje miq. Sot do të flasim për një nga aktoret më të dashura dhe më të suksesshme turke të viteve të fundit, Sinem Unsal. Nga roli i saj i parë e deri tek më i fundit, karriera e saj ka qenë plot role të paharrueshme. Në këtë video do të zbulojmë të gjitha serialet ku ka luajtur, personazhet që ka interpretuar dhe rrugtimin e saj drejt famës. Ylli i Bariut është seriali i parë në të cilin luajti Sinem Unsal. Historia zhvillohet në pejsazhet e bukura të Kapadokjas dhe tregon një dashuri që përballet me pengesa të mëdha. Personazhi kryesor, Zyhre, është një vajzë e re që detyrohet nga familja të martohet me një biznesmen të pasur dhe shumë më të madh në moshë. Duke mos e pranuar këtë martesë, ajo aratiset natën e dasmës. Gjatë aratisjes njihet me Seitin, një burr punëtor dhe i ndershëm, i cili e ndihmon pa kërkuar asgjë në këmbim. Me kalimin e kohës, mes tyre lind një dashuri e fortë. Por familja Karakaja nuk është e gatshme ta humbas Zyhrën dhe bën gjithçka për të ndarë çiftin. Seriali është i mbushur me intriga, sekrete familjare, tradhti dhe sakrifica, ndërsa personazhet luftojnë për dashurinë dhe lirinë e tyre. Në këtë serial, Sinem Unsal luan Gynesh, rolin e saj të parë në televizion. Gynesh është një vajzë e qetë, ndjeshme dhe me zemër të mirë. Ajo ka kaluar një periudhë shumë të vështirë në jetën e saj, pasi ka humbur të fejuarin në një aksident. Kjo ngjarje ka bërë të tërhiqet nga njerëzit dhe të jetojë me shumë dhimbje dhe faj. Gjatë rrjedhës së serialit, ajo përpiqet të rindërtojë jetën e saj dhe të përballet me të kaluarën. Njëkohësisht, zbulon sekrete të rëndësishme për familjen dhe identitetin e saj, të cilat ndryshojnë mënyrën se si e sheh veten. Seriali Dashuri Bardezi tregon historinë e dy njerëzve që jetojnë në botë krejt të kundërta. Asli Çinar është një mjeke e ndershme dhe e përkushtuar, ndërsa Ferhat Aslan është një njeri i rritur me skrimit që punon për xhaxhain e tij, Namikun, një figurë e fuqishme e botës së nëndeshme. Jeta e Aslës ndryshon kur detyrohet të operojë një të plagosur në një pronë të izoluar. Ajo bëhet dëshmitare një vrasjeje dhe për të mos zbuluar sekretet e organizatës, urdhërohet të vritet. Ferhati, megjithatë, nuk arrin ta vrasë dhe i vendos një kusht: ose martohet me të, ose humbet jetën. Martesa e tyre fillon me frikë dhe urrëtie, por me kalimin e kohës, të dy fillojnë të ndryshojnë. Asli zbulon se Ferhat, megjithse i ashpër, ka vuajtur shumë në jetë, ndërsa Ferhati mëson për herë të parë të dashurojë dhe të besojë. Paralelisht, seriali zhvillon dhe historitë e anëtarëve të familjes Aslan, me tradhti sekrete, akmarrje dhe sakrifica që mbajnë tension deri në fund. Në këtë serial, Sinem Unsal luan Gülsüm Aslan, motrën më të vogël të Ferhatit dhe Yegitit. Ky ishte roli që e bëri atë të njihej gjërësisht nga publiku turk. Gülsüm është vajza më e vogël e familjes dhe është rritur e mbrojtur nga vëllezërit e saj. Ajo ka një zemër të mirë dhe është e ndjeshme, romantike dhe nuk dëshiron të jetë pjesë e botës së dhunshme ku jeton familja e saj. Ëndra e saj është të ketë një jetë normale, të krijojë familje dhe të jetojë e lumtur. Historia e saj personale është një nga më emocionueset e serialit. Ajo dashurohet me Cüneyt Koçak, por marrëdhënia e tyre përballet me shumë pengesa për shkak të konflikteve familjare dhe sekreteve që dalin në dritë. Vajza ime është një serial shumë emocional turk që fokusohet në marrëdhënien mes një vajze të vogël dhe babait të saj biologjik. Historia nis me një vajzë 8 vjeçare, Ojky, e cila rritet pa prindrit e saj dhe jeton në një të afërme që papritur e braktisë. Para se të largohet, ajo i lë një adresë ku mund të gjejë babain e saj. Babai Demir është një mashtrues i vogël që përfundon në burg. Kur mëson për vajzën, ai lirohet me kusht që të kujdeset për të, por ai fillimisht nuk dëshiron përgjegjësinë dhe përpiqet ta shmang vajzën. Me kalimin e kohës, Demir fillon të lidhet emocionalisht me Ojky dhe mes tyre lidh një marrëdhënie shumë e fortë dhe ndjeshme. Seriali tregon se si një njeri egoist ndryshon plotësisht për shkak të dashurisë së vajzës së tij. Gjatë historisë shfaqen edhe personazhe të tjerë që ndikojnë në jetën e tyre, si Xhandan, një grua me një të kaluar të dhimbshme, dhe Ogur, shoku i Demirit, duke sjellë drama sekrete dhe situata të vështira emocionale. Në këtë serial, Sinem Unsal luan Sevgi Günay, një nga personazhet mbështetëse të rëndësishëm. Sevgi është një grua e re, e sjellshme dhe shumë e ndjeshme. Ajo punon si mësuese dhe ka një natyrë të qetë, por brenda saj fsheh shumë emocione dhe një histori personale të vështirë. Ajo lidhet me jetën e personazheve kryesor përmes punës dhe marrëdhënieve shoqërore, duke sjellë një element stabiliteti dhe ngrohtësie në një histori shumë dramatike. Doktori i mrekullive është seriali më i famshëm i Sinem Unsal
dhe roli që e beri të njohur ndërkombëtarisht. Historia është e bazuar në serialin koreano-jugor dhe zhvillohet në një spital të madh në Stamboll. Personazhi kryesor është Ali Vefa, një mjek i ri me autizëm dhe sindromën savant, aftësi shumë e lartë në mjekësi, por vështirësi në komunikim social. Ai ka ëndër të bëhet kirurg, por përballet me paragjykime nga kolegët që nuk besojnë se ai mund të punojë si mjek. Në fillim, shumë doktorë e shohin si të paaftë dhe e trajtojnë me dyshim, por me kalimin e kohës, ai tregon talentin e tij të jashtëzakonshëm në diagnostikimin dhe shpëtim jetësh, duke fituar respektin e ekipit mjekësor. Nazli Gylengul. Ky është roli më i rëndësishëm në Sinemun Sal deri më sot. Nazli është një mjek e re në të njëjtin spital me Ali Vefën. Nazli është një vajzë shumë e zgjuar dhe profesioniste, empatike dhe ndjeshme, e sjellshme me pacientët, por emocionalisht e brisht në marrëdhënie. Ajo ka kaluar trauma familjare në të kaluarën, prandaj e ka të vështirë të besojë plotësisht tek njerëzit dhe shpesh mban buroj emocionale. Një nga pjesët më të rëndësishme të serialit është marrëdhënia e saj me Aliun. Nazli është e kujdesshme dhe nuk e kupton plotësisht Aliun. Ali ka vështirësi në komunikim dhe socializim, mes tyre krijohet një lidhje profesionale dhe miqësore. Me kalimin e kohës, Nazli fillon të kuptojë thellë Aliun. Ajo e mbështet atë kur të tjerët e përjashtojnë, mes tyre lind një dashuri e sinqertë dhe shumë emocionale. Por kjo marrëdhënie nuk është e lehtë, sepse ka keq kuptime, presion nga kolegët dhe histori të tjera dashurie në spital. Një ditë patjetër është një mini serial turk me atmosferë shumë të errët dhe misterioze. Historia fillon me një ngjarje tronditse. Në një shtëpi të largët në një fshat të qetë, një familje zhduket papritur pa lënë gjurmë. Vite më vonë, dy motra që kanë ndryshuar identitetin e tyre përpiqen të jetojnë një jetë të re larg së kaluarës të tyre të dhimbshme. Por e kaluara nuk i le të qeta dhe ngjarjet fillojnë të dalin në dritë një nga një. Atmosfera është e tensionuar dhe më psikologjike, krahasuar me serialet e tjera të Sinemun Sal. Në këtë serial, aktoria luan një nga rolet kryesore me dy identitete, Feride dhe Kizem Kilkiç. Personazhi i saj është një grua që jeton me një identitet të ri për të shpëtuar nga e kaluara e saj e errët. Ajo është e lidhur me një histori e dhimbshme familjare dhe një ngjarje tragjike që e kanë detyruar të zhduket dhe të fillojë nga e para. Sekretet e fshehura është një serial turk që kombinon komedinë me aksionin dhe historinë romantike. Ndryshe nga projektet e mëparshme të Sinemun Sal, ky serial ka një ton më të lehtë, më argëtues dhe më dinamik. Historia sillet rreth Naz, një vajzë e re që trajnohet për të bërë police. Ajo ka një karakter të fortë, është e vendosur dhe nuk dorëzohet lehtë. Naz përfshihet në një mision të fshehtë për të kapur një organizatë kriminale. Nga ana tjetër është Pamiri, një oficer policie i ashpër dhe i disiplinuar, i cili është partneri i saj në mision. Të dy detyrohen të punojnë bashkë, edhe pse kanë karaktere shumë të ndryshme dhe shpesh përplasen me njëri tjetrin. Gjatë misionit, ata shtiren si çift për të hyrë në botën e krimit, përballen me situata të rrezikshme dhe gradualisht krijojnë një lidhje emocionale që kthehet në dashuri. Seriali ka shumë skena komike, keq kuptime dhe momente romantike, por edhe aksion dhe hetime policore. Para teje është një mini serial turk shumë i shkurtër që fokusohet në një histori të ndërlikuar marrëdhëniesh dhe emocionesh të forta mes tre personazheve kryesor. Në qendër është Hakan Dagistan, një biznesmen i suksesshëm i cili është i martuar me Merve Dagistan, por martesa e tyre është bërë e ftohtë dhe plot probleme. Hakan dihet i larguar emocionalisht nga gruaja e tij dhe jeta e tij duket e papërqendrueshme. Gjatë një udhëtimi pune ai njihet me një grua tjetër, Sahra, e cila ka një karakter shumë të fortë dhe një prani që e trondit emocionalisht. Ky takim ndryshon rrjedhën e jetës së tij dhe hap një konflikt të madh mes dëshirës, moralit dhe realitetit. Seriali në thelb tregon një martesë që po shkatërrohet, një lidhje të re që krijon tension dhe përballjen emocionale mes dy grave që lidhen me të njëjtin burr. Atmosfera është dramatike dhe shpesh psikologjike, me fokus të zgjedhjet e vështira dhe pasojat e tyre. Në këtë serial, Sinemun Sal luan Merve Dagistan, bashkëshorten e Hakanit. Merve është një grua e ndjeshme, por e lënduar nga martesa e saj, e fortë emocionalisht, edhe pse e përmbajtur, e fokusuar në ruajtjen e martesës së saj, por gjithashtu përballet me pasiguri dhe xhelozi. Ajo nuk është një personazh i thjesht viktim, por një grua që përpiqet të mbajë jetën e saj bashkë, edhe kur gjithçka po shembet rreth saj. Qyteti i Largët është seriali më i ri dhe aktualisht një nga projektet më të mëdha të Sinemun Sal. Historia fillon kur Alia Albora,
një grua që jeton në Kanada, kthehet në Turqi së bashku me djalin e saj të vogël për të respektuar amanetin e bashkëshortit të saj të ndjerë. Ajo shkon në rajonin e Mardinit, në tokat e familjes së burrit të saj, familja Albora, një familje shumë e fuqishme dhe tradicionale. Por ky udhëtim që duket si një vizitë e thjeshtë, kthehet në një kthes të madhe të jetës së saj. Ajo nuk mund të largohet më lehtë dhe përfshihet në konfliktet dhe sekretet e errta të familjes. Në qendër të historisë është përplasja mes Aliës, një grua e fortë që lufton për djalin dhe pavarësinë e saj, dhe Gian Alborës, kreu të familjes, i cili përpiqet ta mbajë atë brenda sistemit të familjes dhe rregullave të tyre. Seriali tregon konflikte familjare, tradita të forta dhe presion social, sekrete të së kaluarës, luftë për kujdestarinë e fëmijës dhe një marrëdhënie shumë komplekse mes Aliës dhe Gianit, që kalon konfliktet dhe afrim emocional. Roli Sinemun Sal, Alia Albora. Ky është aktualisht një nga rolet më të rëndësishme të karrierës së saj. Alia është një grua e pavarur dhe e fortë, nën që e mbron me çdo kusht djalin e saj, e edukuar dhe me përvojë jashtë Turqisë, por që përballet me një kulturë dhe familje shumë tradicionale. Ajo vjen nga një jetë më moderne në Kanada, por përballet me një botë krejt tjetër në Mardin, ku rregullat familjare dhe pushteti i klanit janë shumë të forta. Alia është shumë e vendosur, inteligjente dhe strategjike, emocionale kur bëhet fjalë për djalin, por edhe vetme dhe shpesh e rrezikuar në situata ku gjendet. Ajo nuk pranon lehtë kontrollin e familjes Albora dhe shpesh hyn në konflikt me ta. Një nga boshtet kryesore të serialit është marrëdhënia e saj me Gian Albora. Në fillim ka tension dhe mosbesim. Alia e sheh Gianin si pengesë për lirinë e saj. Më vonë mes tyre krijohet respekt, pastaj një lidhje emocionale shumë komplekse, ku përzihen detyrimi, familja dhe ndjenjat personale. Kjo marrëdhënie është një nga arsyet kryesore pse seriali është kaq i ndjekur. Gjatë serialit Alia kalon në një rrugë të fortë, nga një grua që kërkon vetëm të largohet, në një person që lufton për të mbijetuar brenda një bote të rrezikshme, dhe më pas një figure shumë të fortë që përpiqet të mbrojë djalin dhe jetën e saj. Se është i rëndësishëm ky rol për Sinemun Sal, është roli i saj më i ri dhe më i madh aktualisht. Ka shumë ekspozim ndërkombëtar, e vendos si protagoniste absolute të një seriali shumë të ndjekur dhe tregon një anë shumë të pjekur të aktrimit të saj.